A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammit taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, falenderimet, lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah do të flasim në disa çështje të cilat kanë bëjnë me namazin, bashkimin e namazeve, qoftë për rrugtarin apo edhe a është e lejuar që namazi të falet i bashkuar kur je në vendin tënd dhe nuk je udhëtar. Sa i përket çështjes së rrugtarit, shumica dërmuese e dietarëve janë të pajtimit që jo vetëm që lejohet me i shkurtu, po obligohet muslimani me i shkurtu namazet kur t'jetë në rrugë. Mirëpo, çështja është bashkimi i namazeve për rrugtarin, a lejohet një gjë e tillë, apo edhe a lejohet që të bashkohen namazet kur je në vendin tënd. Për shembull, ke një punë, sikur që më ndodh që ndonjëherë të më thrasin studentët edhe të pyesin që kanë provimin, sidomos në kohën e sezonit dimror, kur kohët e namazit janë më afër njëna tjetrës, dhe periudha e akşamit kur hyn koha e namazit të akşamit është shumë herët, për shembull diku pas orës 4, pas dite më një herë hyn koha e namazit të akşamit, edhe po kemi raste kur për shembull studenti thret dhe të thotë kam provimin zgjatë 2 orë kusur, edhe ka gjasa që nuk mundem që ta kryj provimin, edhe më duhet të qëndroj. Futem para se me hyj koha e namazit të qindis, mirë po për shkak zgjatjes së provimit, unë mbes aty çfarë duhet të bëj. Të tillëve u themi që elhamdulillah Allahu na i ka lehtësu këtë fe, sikur që ka thonë edhe në librin e tij të shenjtë, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Zoti Allahu don që t'ua lehtësojë juve asesi që t'ua vështërsoj. Pasi pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar dhe na ka thonë yassiru wala tu'assiru, lehtësoni mos e vështërsoni. Bashiru wala tunfiru, jepni myshte, përgëzoni e mos i largoni njerëzit. Prandaj elhamdulillah kur ka mundësi për me bë lehtësime, falenderojmë Zotin që na jepet mundësia që të gjejmë argumentimin dhe të japim lehtësira të këtilla. Dhe a ka bazë në Islam që dikush i cili nuk është udhëtar, për cilën edhe do të flasim inshallah edhe për namazin e udhëtarit, a ka mundësi dikush që nuk është udhëtar që të shkurtojë namazin e tij? Ka mundësi, nderuar vëllezër, jo të shkurtojë e kam fjalën të bashkoje namazet e tija. Për shembull, të bashkoje namazin e drekës dhe i qindis, dhe të bashkoje namazin e akşamit dhe yatsis. Abdullah ibn Abbasi, djali i Axhës pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe një prej komentatorëve më të mëdhej në historinë islame, për cilin edhe është lut i dërguari Allahu Teala që Allahu Teala t'i mësoje komentimin e ajeteve kuranore dhe të bëje që të kuptoje porositë e ajeteve dhe të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ta kuptoje fen. Abdullah ibn Abbasi në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyne, Abdullah ibn Abbasi thot kem fal namazin
me Resulullah sallallahu alaihi wasallam ose e ka fal pejgamberi alayhi salatu wassalam Medine namazin e drekës dhe të ikindis, namazin e drekës dhe të ikindis së bashku dhe akshamit dhe yatsis edhe ato i ka bashku. Ndërsa në transmetimin e Imam Muslimit kemi edhe një shtojc ku thot min ghairi khaufin wala matar, edhe i ka bë këto bashkime të namazeve pa pas ndonjë frikë të armikut, se do të vijë armiku edhe nuk kemi pastaj kohë për me fal namazin, përëzojmë të iqindis dhe hajde tani të bashkojmë, apo po bie shi dhe eja të falim namazin dhe të bashkojmë namazin. Për arsye se kur bie shi ka argument të qartë dhe shumica mezhebeve, shkollave juridike islame shohin që është prej sunnetit që të bashkohet në dy namaze në xhami, sikur që ka ndodhur kod pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikur që e ka bërë Abu Bakri, Omeri, Uthmani radiallahu anhum xhamian dhe shumë sahabe të tjerë, po ashtu edhe në gjeneratat e tabiinëve, gjeneratat pasuese që kanë ardhur mes sahabëve dhe gjeneratat pas tyre, e kanë praktiku këtë çështje që kur ka rashi, i kanë fal namazin dhe i kanë bashku namazet. Është bashku namazi dhe kjo praktik ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ju e dini, Xhamia Resulullahit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë ndërtimi i asaj xhamie në formën që ka sot apo që kanë xhamiat tona, ku kemi kulëm dhe namazlit gjatë falës namazit nuk ndikohen nga rreshet atmosferike apo nga dielli. Mirë po, kulmi i xhamis pejgamberit alayhi salatu wassalam, nderuar vëllezër, ka qenë prej gjetheve të palmave dhe degëve të saj. Andaj një shi pak më i fuqishëm dëpërtonte shumë lehtë brenda hapësirës së xhamis dhe i lagte namazlit, u i dëpërtonte dhe e lagte edhe dhejun ku bënin namazin, dhe kemi transmetime ku tregojnë sahabët që balli i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i tyre bëhej me balt, me lloç, për shkak se nuk kishin sikur sot që kemi tepihe të ndryshëm dhe me ra në sejdë në një shtroj. Mirë po, direkt e bënin sejdën në dhejë, prandaj edhe ndikoheshin prej shiut. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka ndodhur që e ka bashku namazin e drekës dhe i qindis që mos t'ju shkaktojë vështirësi muslimanëve, shokëve të tij që kur të vinë në xhami, ata me pas problem gjatë ardhjes së tyre deri në xhami dhe mu lag. Mirë po, ka thënë dietarët, është shumë me rëndësi që namazi, do të thotë, në të vërtet shiu të jetë i bollshëm sa që t'i lag teshat, jo pak që e thojmë neve veç pak ka stërpik. Nëse vrejmë se po do me ra shi, apo veç ka pak stërpikje të vogël e cila nuk dëmton teshat dhe nuk të lag, që quajmë neve nuk të bën çull shiu, nuk bashkohen namazet, kanë thonë dietarët, sikur edhe Malikit edhe Shafiit edhe Hanbelit. Kanë thonë lejohet me i bashku namazet në rast të shiut, por nëse shiu bie shumë. Por nëse është i pakt, sikur që i ka përmendur edhe Sheikh Uthejmini, atëherës jo. Apo për shembull e shohim në qiell që po vjen re, edhe ka mundësi me ra shi, edhe qërë lazën po mduket do me ra shi, po ende s'ka fillu, nuk mundemi me i bashku. Do të me pas shi, në mënyrë që me arsyetu bashkimin. Se sa e sa here kem pa qilin të nxinjet, të vinë re të shumta, mirë po nuk e kemi fal
domethënë nuk e kemi pa të bie shi. Tani nuk praktikohet kjo, mirë po nëse do të ishte praktiku, ka bazë në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, sidomos në për ato vende ku është xhamia më larg dhe banorët janë më larg xhamiave, për shembull kishte më qenë shumë mirë nëse do të zbatohej një sunet i këtill, një lehtësim i këtill, që në kohë të namazit të drekës, për shembull, apo në kohë të namazit të akşamit, njerëzit të bashkojnë namazin e tyne dhe ta falin drekën dhe iqindin, si dhe ta falin namazin e akşamit edhe të yacis, varësisht se në cilën periudhë kohore janë gjendë në shi. Prandaj thash duhet të ketë shi e jo të ketë pritje të rramjes së shiut. Se në herë tani edhe me këto rrjetet sociale me aplikacione të ndryshme që i kemi në telefonat tonë nëpërmjet internetit, në herë edhe mundemi paraprakisht me thonë, shiqo prej orës kaq deri kaq ka shi, prandaj hajde ta falim se ka më ra shumë shi. Kjo nuk e arsyeton, por secili namaz falet veçmas. Por nëse në kohë të drekës ka fillu shiu i madh, atëherës kemi të drejtë me bashku, zbashku me ikindin, ose në kohë të akşamit, kur kemi hyrë në xhami, shohim se ka shi të madh, atëherë kemi të drejtë me e bashku, zbashku me yaci. Po ashtu, sa i përket çështjes faljes bashkimit të namazeve, edhe për to kemi argumente që pejgamberi alayhi salatu sallam, sikur që i thash, i ka bashku edhe pa shi. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, i ka bashku pejgamberi alayhi salatu sallam kur ka pas me fal namazin e drekës dhe iqindis, ka pas raste kur i ka bashku namazet edhe pse nuk ka pas as shi e as frikë. Kjo është më rëndësi të dim edhe këtë hadith të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për shembull te shiat, rafidit, ata ne i bashkojnë namazet, gjithmonë i bashkojnë. Dreki, iqindi ose akşam dhe yaci. Ndërsa te ne te ehli sunneti, kjo nuk guxon të ndodh që tjetë gjithmonë dreka dhe iqindia me një kohë me i fal, apo akşam dhe yaci me një kohë me i fal. Vetëm si rrethon lehtësuese mund ta marrim, por asesi që me marr këtë çështje edhe me bë pjesë të përditshmërisë tonë, se Allahu Teala thot inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, namazi për besimtarët e ka kohën e caktuar. Namazi sabahut e ka kohën e vet, dreka e ka kohën e vet, namazi ikindis kohën e vet, namazi akşamit, namazi yacis, të gjitha e kanë kohën, kur hyn koha dhe kur përfundon koha. Dhe nuk bën që ne me bë shprehi që kur dojmë me i bashku namazet edhe kur dojmë me i falë ndamas. Mirë, po në rastet të caktume, në emën të lehtësimit, Allahu Teala na i ka lehtësu një çështje të tillë. Se Ibn Abbas radiallahu anhu kur është pyet pse e ka bërë një gjë tillë pejgamberi alayhi salatu wassalam, shumë qartës është shpreh dhe ka thonë, ka desht me na e lehtësu namazin. Ka desht me na e lehtësu namazin. Dhe kjo është shumë më rëndësi me ditë që kur dojmë me lehtësu, shiqojmë a kemi një lehtësim të tillë, nëse kemi, atëherë e marrim dhe e shfrytëzojmë një gjë të tillë. Mirë po, nëse është fal namazi i bashkuar, e kanë fal drekën edhe iqindin në xhami. Edhe neve kemi ardhur me vonesë, edhe kemi pa që u fal, edhe po thënë e kanë fal drekën edhe iqindin, a bën që neve të bohemi aty në ai grupi që jemi vonu, edhe ta falim namazin e drekës edhe iqindis së bashku, sikur që e ka bë imami me xhamatin e vet, dietarët kanë thënë jo. Dhe kam fol erën e kaluar kur kam fol për
a bën me bë xhamat të dytë në xhami apo jo, kemi tregu mendimin të cilin na flet zemra dhe e përkrahim, ajo është që ku ka xhami që imami falet dhe është i caktuar nga autoriteti i cili i cakton imamët, për shembull autoriteti fetar, institucioni fetar, dhe nëse ai është caktuar dhe merr pagë për shërbimin që është tu e bë, për punën që është tu e bë, nuk bën që njerëzit që vinë pas ti, nëse ju ka humb namazi me xhamat, nuk bën me përsërit namaz tjetër dhe me fal namazin me xhamat. Mirë po, sikur që ka bë Abdullah ibn Mesudi, edhe ibn Omeri, edhe sahabët e tjerë, kanë ardhur deri në xhami e kanë vërejtë se është kry namazi me xhamat, janë kthy në shtëpijat e tyne dhe e kanë fal namazin në shtëpinë e tyne. Për arsye se nëse unë jem nis me ardhur në xhami dhe gjatë rrugtimit tim për në xhami ka ndodhur që të mos e arri namazin, për shembull jem të shku, mirë po nuk kam mund me arrit namazin, sikur sot që i kemi komunikacionin shumë të dendur dhe ka desht me shku në xhami me e fal namazin me xhamat, po për shkak të rrethanave është vonu, inshallah Allahu ja regjistron sikur me pas fal namazin me xhamat. Është fjala nëse i ka marrë sebepet, shkaqet. Është nisë në kohë dhe ka shpresu se është në kohën e vetë që e arrin, si zakonisht se e ka pas, mi po për këtë apo atë rrethan është vonu dhe i ka ik namazin me xhamat, inshallah i tili shpërblehet prej Allahut azza wa jall, sikur ta ketë fal namazin me xhamat. Po ashtu nuk bën me qëndru në xhami nëse i kemi fal namazin me xhamat dhe i kemi bashku dy namaze. Për shembull namazin e drekës dhe i qindis. Veç po mund me paramenu te ne, për shembull bën me thon imami xhamat sot shumë nxehtë, edhe po du që të bashkoj namazin e qindis me namazin e drekës me namazin e qindis, dyjet së bashku, duke marrë parasysh nivelin e dijes sot çfarë kemi, ma mërmendja se kishte me ndodh problem dhe shprehje e pakënaqësive. Dhe po nëse në ndodh në rrethana të saktume që imami për shkak çka di une për punët e ndryshme që i ka, ose najherë ka nëj punë administrative që duhet me kry, edhe suni del xhamatit në vite pare, xhamati nuk është i aftë me fal namazin, ma mërmene se i lejohet imamit të tillë që në rrethana të saktume të bashkoje namazin e drekës dhe namazin e iqindis në një kohë të drekës ose namazin e akşamet edhe të jacis. Dhe më thonë, ai, nëse ja merr mendja se është rrethan lehtësuese për ta, ai mundet me bë këtë punë, namazet i ka tamam dhe nuk ka nevojë me e fal rishtazi qindin, nëse e ke bashku me namazin e drekës, apo me e fal namazin e jacis nëse e ke bashku me namazin e akşamit. Si lehtësim, që shka në hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu e do robin i cili i shfrytëzon lehtësimet që ja ka dhënë. Po ashtu, qëndrimi në xhami, derisa ty e koha e namazit tjetër, nuk bën. Për shembull, e kanë fal namazin e drekës dhe i qindis, edhe janë ndalë disa xhamatli, edhe kjo bisedë, ajo bisedë, ky muhabet, ai muhabet, dhe apo për çështjet e dijes fetare, pa ma parasysh për çfarë shkaku janë ndalë brenda në xhami, nëse hyn koha e namazit thirrët e zani, e këta janë brenda xhamis, atëherë nuk bën me dalë. Mirë po, duhet me qëndru aty, edhe me e fal edhe namazin pasus. E kom falu në drekën edhe i qinin, me po kom qëndru në xhami. Imami është shku,
që i ka pas punët e veta, dhe neve kemi mbet në xhami. Nëse dalim para ezanit, nuk kemi nevojë me fal i qindin, por nëse brenda xhamin ka zon ezani, nuk bën me dal. Jo vetëm për rastin konkret, por për çdo namaz. Nëse jam brenda xhamis, edhe thirr ezani, nuk bën me dal. Jo vetëm janë raste të rralla që me të vërtet për shembull ka ndonjë rast që duhet me intervenu, qoftë me prindin, është i smur, qoftë me shoqën, qoftë me fëmijët, apo ndoshta dikush bën një aksident apo çka di unë për një rrethon e cila të detyron me dal prej xhamis, lejohet, po përndryshe, jo po dal valla se tash më ran mend është mirë me shku në pazar, edhe ma vonë e fali unë namazin, nuk lejohet, e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam me dal prej xhamis pasi që të falet apo pasi që është thirr ezani. Po ashtu nuk lejohet që nëse ke qenë brenda, është thirr ezani, nuk lejohet ti me qëndru dhe mos me fal namaz. Për shembull me thonë, po mirë, ezani thirris po dalim neve, po rrim këtu në brenda në xhami, por nuk kemi nevojë neve tash me ngrit edhe me fal namaz bashkë me xhamatin. Nuk ke mundësi me bë këtë punë. Përkundrazi është gjë e papëlqyme. Kot pejgamberit alayhi salatu wassalam, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pa për shembull dy djem të ri, dy djelmosha të ri, ka pa në xhami pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilët qëndronin në një cep të xhamis, këta falnin namaz e ata qëndronin anash. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam i thiri. E kur erdhën ata në para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam u stresun, edhe si djelmosha të vegjël që ishin djem të rinj, filluan edhe që nga stresit ju dridheshin edhe kombët, dhe i pyeti pejgamberi alayhis salam dhe u tha, çfarë ju pengoj që të faleshit me ne? Ata i thanë, jemi fal në shtëpiat tona. Ata i përgjigjen pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i thanë, jemi fal, po kemi ardhur këtu, me po na këtë namaz e kem të falur, ju faluni, se ne e kem kry namazin. Atëherë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos e përsëritni këtë. Tha, nëse ndonjëri falet shtëpit ti dhe pastaj e gjen imamin duke u fal, atëherë let falet me të, sepse i merret si nafile. Për shembull, unë kam pas me u taku me një shok timin. Kemi pas me dal në rrugë, kemi pas me shku në fakultet, kemi pas me për një çështje të caktuar, kemi lënë takim. Dhe unë jam vënë me fal namazin në xhami. Dhe në vendin tim të punës, ose e kam pas një myshteri, ose çka di unë, ai shoku është shku në xhami me fal namazin me xhamat. Dhe kur e kam pas e më vënu, atëherë unë në dyqanin tim, në shtëpinë time, e kam fal veç farzin. Përsa në xhami, ata e kanë fal edhe sunnetin, janë çu farzin me fal, dhe unë xhamin afër, kur kam shku në xhami, e kam pas ata enda nuk kanë dalë. Dhe po e shoh, kur hyn xhamin brenda unë, po e shoh imamin të e fal namazin me xhamat. Çfarë duhet të bëje në këtë rast një person i cili sheh se imami është aty, kanë thënë dietarët, duhet me u lidh pas imamit, se pejgamberi alayhis salatu wassalam kështu i mësoi këta djelmosha dhe i tha, nëse ndonjëri falet shtëpit ti dhe pastaj e gjen imamin duke u fal, atë let falet me të, se kjo i konsiderohet si namaz nafile, hadithin e transmeton Ebu Davudin sunenin e tij, edhe Imam Nesaiu, dhe Daraqutni, Tirmidhi, Ibn Hibban, që nëse e përsërisim namazin brenda xhamis, për ne kjo konsiderohet namaz vullnetar. Ju e dini, namazet vullnetare, Allahu i dën dhe i shpërblen që me namazet vullnetare neve ngritemi në shkallët e xhenetit. Dhe ka sen më të mirë se Zoti ta bëni nasip
ta mundësoj me falë edhe një herë namazin edhe atë me xhamat. Prandaj nëse të ndodh që ke qenë brenda në xhami, e ke falë namazin e bashku, mirë po ke qenë brenda në xhami, mos dil prej xhamis nëse të ka zonë ezani. Mirë po nëse thu se e kom falë drekën edhe i qinin, edhe pse më ka zonë ezani unë s'po del për xhamis, po edhe s'po falem, kjo nuk bën. Atëherë duhet me u falë me imamin në xhami, edhe për ty inshallah regjistrohet si namaz nafile. Ndërsa sa i përket bashkimit të namazeve për rrugtarët, edhe kjo e ka bazën në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka shkurtu namazet dhe i ka bashku namazet kur ka qenë në rrugë. I ka shkurtu namazet dhe i ka bashku si formë e lehtësimit nëse ka qenë në rrugë. Vetëm Hanefit nuk e shohin një gjë të bashkimit. E shohin shkurtimin si obligative, sikur që janë edhe xhumhuri, shumica e dietarëve, mirë po nuk e shohin bashkimin e namazeve për rrugtarin. Për shembull, kur ti je në rrugë, lejohet, po obligohesh me e shkurtu namazin. Për shembull, e kemi hadithin e Aishës radiallahu anha, e cila tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka falë namazin me urdhën të Allahut Teala 2 rekatësh. Kur ka qenë në Mekë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka falë namazet nga 2 rekate. Pastaj kur ardhi në Medinë, Allahu e ka shtu namazin dhe e ka bë që për personin që është në vendin e tij, ai e fal namazin nga 4 rekate, namazin e drekës, namazin e iqindis, namazin e yatsis. Dërsa në Mekë, pas Miraxhit, namazet kanë qenë nga 2 rekate. Dhe tregon Aisha radiallahu anha, thot, ka vazhdu që namazet për rrugtarin me qenë 2 rekate, ndërsa për ata në që është në vendin e tij me qenë i shtuar. Sikur që thash, dreka, iqindia, yatsia, shtohen nuk falen nga 2, por falen nga 4 rekate. Prandaj edhe ne, kur t'jemi në rrugë, e shkurtojmë namazin, mirë po kemi të drejt edhe me i bashku namazet, për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bashku namazet. Hanefit e kanë që vetëm në Arafat dhe Muzdelife bashkohen, sikur që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku në Arafat e ka bashku drekën dhe iqindin në haxhin e tij Lam të Mirs, si dhe në Muzdelife natën, pasi është largu për Arafatit, e ka bashku namazin e akşamit edhe namazin e yatsis. Çfarë kanë thonë Hanefit? Kanë thonë vetëm në kohë të haxhit lejohet bashkimi. Mirë po realisht pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bashku dhe i ka shkurtu namazet, sa herë që ka dalë në rrugë. Edhe kur ka shku për shembull në çlirimin e Mekës, ka bën një gjë të tillë pejgamberi sa. Edhe kur ka shku në Tebuk gjatë luftës, kur bashkë me ushtri është shku për në Tebuk, ka bë pejgamberi sa shkurtimin e namazeve dhe bashkimin. Dhe kjo është rrethon lehtësuese që muslimani e merr dhe e shfrytëzon. Dhe sa i përket përcaktimit të distancës, se sa duhet me qenë distanca, a duhet me qenë 80 km, 85 km e mbi kësaj distance në mënyrë që neve me na u leju me shkurtu namazin, ka divergjencat mendimeve mesin e dietarëve. Ka prej tyre të cilët e shohin se duhet të jetë një distancë e tillë, dhe ka prej tyre që thojnë nuk e ka përcaktu, nuk kemi delil, argument, fetar, sheriatik, që sheriati apo feja janë e ka përcaktu se sa duhet të jetë distanca e rrugës. Është mesele e ijtihadit në mesin e dietarëve. Ka prej tyre që thënë nëse është më pak se 85 km, nuk e shkurtojmë namazin. Nëse është rruga, distanca rrugore që e bëjmë udhëtimin, mbi 85 km e bëjmë shkurtimin e namazit dhe na lejohet bashkimi i namazeve. Mirë po, sa i përket kësaj çështje, unë jam
më flenë zemër mendimi i Ibn Taymiyes dhe dietarëve si Sheikhul Islamit, të cilët kanë thonë se nuk ka argument fetar që e ka përcaktuar sa është distanca për shkurtim. E ku s'ka argument fetar, atëherë argument është urfi, tradita e vendit. Nëse në traditën e vendit quhet rrugë, atëherë ti je rrugtar dhe të lejohet me shkurtu dhe me i bashku namazet. Nëse traditën e vendit nuk quhet rrugë, ti nuk je rrugtar dhe nuk shkurton dhe nuk i bashkon namazet. Për shembull, ke dalë në rrugë, mirë po vendi yt nuk e qunë rrugë. Për shembull, nëse ke dalë në një fshat miniere aty afër teje. Tash kemi për shembull vend banime të cilët vërtet janë shumë afër, 1-2 kilometër, po është një vend banim tjetër. Mirë po njerëz nuk e quajnë rrugë, ti nuk je rrugtar. Mirë po mundet në herë me 20 kilometra, me 10 kilometra, njerëz me thonë o dalë në rrugë valla është, edhe nëse në traditën e vendit është rrugë, ti je rrugtar. Se thotë Allahu Teala, surat Bakara, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Nëse jeni të smur apo jeni në rrugë, atëherë kompenzoni këtë ditë me një ditë tjetër pas Ramazanit. Nëse je rrugtar apo je i smut, mundesh me e prish agjerimin e pastaj me e kompenzu me një ditë tjetër. Ama se ka përcaktuar sa duhet me qenë rruga. Prandaj thënë dietarët, çfarë se ka përcaktuar sheriati e përcakton urfi ose tradita e vendit, dhe edhe për mua është argument mos pasje e argumentit të palës së kundërt. Nëse ata s'kan argument të qartë, ajet ose hadith që përcakton se duhet të jetë 85 km distancë për me quajt rrugë ku lejohet shkurtimi, atëherë mbesim me fjalën e dietarëve të cilët e shohin që urfi e përcakton rrugën. Prandaj, nëse je rrugtar, lejohet me shkurtu. Bile ka për dietarëve që kanë thonë, nëse rrugtari nuk e shkurton namazin, po i fal namazin 4 recatsh, në vend se me i fal 2 si rrugtar, i fal 4, kanë thonë ky përngjason me ato i cili i ka shtu recate aty në namazeve ku janë kon 4 recatsh. Për shembull, dreka i ka 4 recate fars. Dhe ti po don me i fal edhe 1 më tepër ose edhe 2 më tepër, kjo është e ndaluar, nuk lejohet. Dhe kanë thonë për dietarëve, ka që kanë thonë njëjta gjë vlen, sikur që është Imam Shaukiani në Lautar, thot njëjta vlen edhe për shtim të recateve në namazet e udhëtarit. Nëse je udhëtar, e shkurton, edhe nëse dën e bashkon namazin kur je rrugtar. Po unë jam rrugtar, mirë po e zonë, sezona verës. Dreka falet tani, ka ju po e zonë në ora 1, zjatë deri në 4:30. Pas 4:30 është i qindia, mi po unë më rrinë qytetin tim. A kom drejt unë për shembull tani në Prishtinë, unë me e falë të bashku, mos jemi këtuit, kam artu, a kam drejt unë me i bashku, me shkurtu dhe me i bashku, kam të drejt. Por a kam të drejt unë me i shkurtu namazin si rrugtar, po jo me i bashku, po bile preferojnë dietarët që se cilin namaz, nëse mundesh me shku të vendi tjetër, atëhere është mirë që se cilin namaz me shkurtu, po me falë në vaktin e vetë. Për shembull, unë jem me një qytet, rritën ditën, i shkurtoj namazet, po jo domosdoshmërisht e kam obligim me i bashku namazet. Përkundrazi ndoshta edhe është më mirë që secili namaz me e falë në kohën e vet. Po nëse don me shfrytzu këtë lehtësim, edhe i dreki i qinin me falë në vakt të drekës, apo i qindin me vonu në vakt të i qindis, drekën me vonu në vakt të i qindis, lejohet. Për shembull, bashkimi për rrugtarin bën i qindin me shtin kohën e drekës, apo me vonu drekën me falë në kohë të i qindis. Nëse dojmë me i shkurtu dhe me i bashku namazet, keme mundësi me bë gjem të këdim edhe të ekhir. Me thonë bashkim në kohën e parë, apo në kohën e dytë. Me thonë mundëm me falë drekë dhe i qindi në kohën e drekës, po mundi drekën me vonu në kohë të i qindis. Edhe me falë drekën edhe i qindin si pas radhitës. Njëta gjë vlen edhe për akşam dhe yatsi. Mundi me falë
në kohë të akshamit me bashkangjit me falë edhe yatsin, por mundem që edhe në kohën e yatsis me e falë namazin e akshamit, me vanu akshamit deri në kohën e yatsis. Shpresoj që kam qenë i qartë në këtë sqarim, duke lutë Allahun Taala inshallah që të na mundsojë të falim namazet tona dhe të shfrytëzojmë çdo lehtësim që Allahu na e ka lehtësu këtë fe, vetëm e vetëm që mos na ikin namazet dhe namazet prej kohës së vet. Allahu mos na largoft prej namazit dhe ato namazet që i falim Zoti na i pranoft dhe inshallah edhe lehtësimet që i shfrytëzojmë edhe të cilat janë dashura për Zotin tonë dhe ato Allahu na i pranoft. Deri takim të radhës, beqi për kujdesin e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.